Po. Unë prezent, po, me thonë drejtën, është betimin e thë, se betimi është një djalë tepër është i kulturuar, vjen për një familjes tepër të ndërtume, sportista. Edhe ka vlera, edhe jashta futbollit është djalë i respektuar. Edhe është hera e parë që ndëgjoj dhe kjo është pak e befasueshme kur i referohemi betimit. Po të kishem të një lojtar tjetër, të kishu marrë me rezerva. E para, e dyta, nuk i dim brenda cili është ai biseda që i kam pas, po ata të cilën thuhet që dy herë i ka thonë edhe ta thot për s'dët, kjo është diçka që nuk muj me është e kuptueshme. E tjetra është që edhe në ekipën e Ferizajt kemi lojtar afrikan, edhe nuk e kap kjo. Ndoshta mundet me qenë ndonjë efekt, jo, dëgjoj, unë ju dëgjova. Po edhe unë ju dëgjova, po i përgojmë nëse preti për një palës që pala thot po e ka fy, edhe kjo tjetra pala tjetër denoncan, unë mendoj që nuk besoj që del një ekipe cila thot. Na i kemi dërgu të ordonit për kodë. Edhe është normale që lojtari juj me dalën edhe me dhonë këtë deklarat. Anën tjetër, ne, sa e njohim betimin, çfarë djali është, nuk besoj që ndoshta mundet njëherë në efekt diçka me gabu. Pa ato të cilën ti e thu, edhe herën e dytë, kjo nuk po sa mundet me zot ai efekti nervoz. Edhe tjetra është se aty mundet se është ndërpremje,